Selam aleikum hoxh, për çfarë është qëllimi i agjerimit? Aleikum selam rahmatullah. Nëse ke për qëllim me këtë pyetje për kë duhet të agjerojmë, atëherë themi duhet të agjerojmë për Allah. Dhe përmes këtij ibadeti fillimisht ta kryjmë urdhnin e Zotit, pastaj të fitojmë shpërblim edhe xhenet inshallah taala. Çdo qëllim tjetër që bëhet agjerimi jashtë këtij e rrezikon me dëmtu, me dobësu ose edhe me zhduk krejtësisht agjerimin. Pra mund të përfitohet në mënyrë dytësore edhe në dietë, në shëndet e tjerë, por mos me qenë ai qëllimi. Qëllimi i agjerimit duhet të jetë për hir të Allahut, ibadet për hir të Zotit. Pastaj urtësia e agjerimit, nëse dalim te pika tjetër, çfarë është urtësia e agjerimit? Na themi urtësia e agjerimit është ajo që ka përmend Zoti, la'allakum tattaqun, që t'ju shtohet devotshmëria. Pra na bëjmë për Allah, apo duhet ta bëjmë për Allah me qëllim, për Allah, edhe si rezultat i këtij ibadeti për Allah, inshallah, na shtohet devotshmëria. Po edhe nëse na shtohet shëndeti, dikujt i shtohet pesha, ka dëshirë me shtu pesha, dikujt e i hiqet pesha, ka dëshirë me u dobësu, elhamdulillah, ajo let del bereqet. Mirë po, nuk duhet ta kemi as qëllim atë, por dhe më thonë as prioritet. Ta bëjmë vetëm për Allah.